Sot ndodhemi në zonën e Shkozetit dhe kemi përshitje pikërisht këtë shtëpi private 2 kaçe. Objekti disponon sipërfaqe trulli 500 m2, ndërsa sipërfaqe ndërtimi 345 m2. 171 metra është kati i parë dhe 174 metra është kati i dytë, të dy katët të organizuar në një apartament 3+1. Disponon dhe sipërfaqe obori dhe pjesa e rrugës është totalisht e shtruar dhe me portë hyrëse. Gjitemi lart ta shikojmë dhe katin e dytë. Kati i dytë organizohet pikërisht nga kjo verandë tepër e boshme dhe me ndriçim natyral gjatë gjithë ditës. Në hyrje kemi një korridor shumë të madh, gjigant, ku bën shpërndarjen e ambienteve. Njëra dhomë gjumi që aktualisht shërben si ambient denje, këndi i gatimit, ku mund të qëndrojnë të dyja më së miri bashkë, tualeti në fund totalisht i rinovuar dhe me dritare. Dhe nga kjo anë kemi 2 dhomat e tjera të gjumit. Kati i dytë është totalisht i jetueshëm dhe totalisht i rinovuar, ndërsa kati i parë është identik si ky, por kërkon dhe investimin shtesë ekstra pasi është lënë që kur është ndërtuar objekti. Shtëpia private është në shitje për një vlerë prej 200.000 euro i negociueshëm. Por gjithë ju që po kërkoni një shtëpi private në këtë zonë, ju mirëpres të më kontaktoni. Faleminderit.